Përshëndetje, le të interpretojmë së bashku panoramën e vitit 2026 për shenjën e Shigjetarit. E nisim me muajin janar, ku në qendër është karta 3 kupat, 4 shkopinjt, 4 monedat dhe Prism Oracle Space, hapësirë. Çfarë nënkuptojnë këto karta për muajin janar për shenjën e Shigjetarit? Në janar vjen gëzim, ka shoqëri dhe festime, por edhe nevojën për të ruajtur një ekuilibër të mençur mes gëzimit dhe sigurisë materiale. Është muaj ku rrethi juaj, shtëpia dhe kufijt financiar marrin vëmendje të veçantë. Për sa i përket jetës sentimentale, miqt, ndaljet dhe eventet bëhen ura kryesore drejt afrimeve romantike. Nëse jeni beqar, një simpati e bukur mund të lindë nga rrethi shoqëror. Nëse jeni në lidhje, rritet ndjenja e bashkësisë dhe festimit në çift. Ju këshillohet të shijoni ngrohtësinë dhe stabilitetin që krijohet, por pa u kapur fort pas partnerit nga frika e humbjes, sepse çelësi i këtij muaji është besimi dhe jo kontrolli. Nga ana financiare, është periudhë e mirë për kursim, por jo të bllokoheni nga frika e shpenzimit. Ndaj lini hapësirë edhe për investime të mençura apo për jetimin e gëzimit. Përtej festave, ju nevojitet edhe një hapësirë personale ku të mbeteni pak vetëm me veten tuaj, sepse sa më shumë t'i lejoni vetes këtë space me Prism Oracle, aq më qartë do të shihni çfarë doni realisht. Kalojmë tek muaji i shkurt. Muaji i shkurt në qendër ka perandoreshën, 10 shkopinj, 2 shkopinj dhe cleans, pastrimin. Çfarë nënkuptojnë këto? Perandoresha tregon bollëk, shërim dhe rikthim tek kënaqësia në jetë, por 10 shkopinjve ju kujton se jeni të lodhur, duke mbajtur barra të tepërta, ndaj shkurti është muaji dhe momenti ideal për të thënë mjaft, për të lëshuar përgjegjësi që nuk ju takojnë. Për sa i përket dashurisë, perandoresha ju jep shumë butësi dhe dëshirë për lidhje që ushqejnë shpirtin. Afrimet e reja mund të jenë të ëmbla, ndërsa lidhjet ekzistuese zbuten. 10 të shkopinjve dhe 2 të shkopinjve tregojnë se nuk mund t'i mbani më të gjitha emocionet mbi shpinë. Vendosni kufi, ndani barrën me personin tuaj dhe planifikoni se çfarë lloj marrëdhënie dëshironi të ndërtoni më tej. Në punë, 10 të shkopinjve flet për mbi ngarkesë dhe fund cikli, ndaj delegimi dhe organizimi janë çelësi për të mos e djegur veten. 2 të shkopinjve flet për drejtimin që keni në mendje dhe këshilla është të filloni me cleans, pra të pastroni. Ju duhet të bëni pastrim, hiqni nga jeta njerëz, zakone, angazhime, apo edhe mendime që ju rëndojnë. Bëni një detoks emocional dhe pastaj përgatituni për fazën e re. Kalojmë tek muaji mars, ku kemi në qendër 7 shkopinjt, 6 shkopinjt, faqja e shpatave në të kundërt dhe Prism Oracle Comfort. Atëherë, muaji mars duket sikur duhet të mbroni vendin tuaj, përballeni me fjalë apo kritika, por gjithashtu gjeni edhe një folet të vogël ku ndiheni të mbrojtur. 7 të shkopinjve si kartë qendrore tregon nevojën të qëndroni në këmbë për vlerat, zgjedhjet dhe drejtimin tuaj, edhe nëse hasni kundërshtime, zili apo konkurrencë. Energjia e 6 shkopinjve tregon se tashmë keni arritur diçka, ndaj sfida është të ruani me dinjitet atë që keni fituar dhe të mos lejoni që fjalët e të tjerëve të trondisin vetbesimin tuaj. Në marrëdhënie, 7 të shkopinjve mendoj se flet për nevojën për të mbrojtur atë që është e drejtë për zemrën tuaj. Faqja e shpatave në të kundërt paralajmëron për dramë komunikimi, mesazhe të nxitueshme, keqkuptime, thashë theme. Ndaj në dashuri do të thoja duhet i zgjidhni fjalët me kujdes dhe të mos reagoni stuhishëm. Për sa i përket punës, Marsi ju sjell një kombinim suksesi dhe sfidash, ku vlerësoheni për arritjet tuaja, por duhet të mbroni idetë tuaja pa lejuar që konkurenca apo fjalët e të tjerëve të ndikojnë te vendimet profesionale. Kalojmë tek muaji prill. Në muajin prill kemi 9 kupat, kryepërftoresha,
hëna dhe Prison Oracle vdekja. Në muaj prill duket si një kombinim i ëmbël mes një dëshire që më në fund plotësohet dhe një zgjimi të thellë që kërkon sinqeritet total me veten. Në të kupave ju sjell kënaqësi personale dhe ndjesinë se më në fund diçka po ecën ashtu siç e kishit dashur ju. Por kjo lumturi shoqërohet me një thirrje për të mos u mjaftuar me komoditet sipërfaqësor. Prandaj energjia e kartës Death, vdekja, ju këshillon të mbyllni një kapitull të vjetër të vetes tuaj, edhe në dashurinë në të kupave tregon që mund të ndiheni emocionalisht të mbushur, të vlerësuar dhe më të sigurt se po merrni dashurinë që keni pritur, qoftë nga një partner, qoftë nga vetja juaj, por kryepriftëresha dhe hëna tregojnë se marrëdhëniet nuk lehtësohen vetëm nga ajo që shihet. Prilli kërkon t'i besoni intuitës, ëndrave dhe sinjaleve të brendshme, duke pranuar misterin dhe duke mos u kapur pas fjalëve të thëna shpejt. Në punë ju vjen një po ose një shpërblim i merituar, por duhet të mos nxitoheni me vendimet derisa të keni qartësi edhe në detaje. Kalojmë në muajin maj. Në muajin maj kemi temperancën, ylli, kulla dhe izolimi. Në muajin maj duket sikur është muaji i shërimit, ekuilibrit dhe shpresës, por edhe i një tronditjeje të fortë që ju largon iluzionet dhe ju nxjerr nga vetmia e tepruar. Temperanca tregon se po hyni në një proces shërimi dhe balancimi, ku gjërat rregullohen gradualisht dhe ju riktheni kontrollin emocional. Mes yllit dhe kullës, ju jeni mes shpresës dhe tronditjes. Një strukturë e vjetër shembet papritur me kullën, por pikërisht kjo ju lejon të ndërtoni diçka shumë më të fortë dhe më të vërtetë. Për sa i përket dashurisë, një e vërtetë e fortë mund të trondit një raport apo një iluzion. Gjithashtu mund të ketë edhe ndarje, por lejoni që tronditjet të pastrojnë të vjetrën, ruani qetësinë dhe dilni dal nga izolimi, siç është izolimi Prism Oracle. Ndërsa në punë, kulla mund të sjellë ndryshime të papritura, por ylli këshillon që ka ende shpresë, mjafton të mos izoloheni, pra dilni nga izolimi. Kalojmë në muajin qershor. Në qershor kemi kartë qendrore hënën, faqen e kupave, perandori dhe flow. Okej, në muajin qershor, hëna vë në qendër botën tuaj të brendshme. Ëndrat forcohen, intuita ndizet, por bashkë me to dalin në sipërfaqe frikra, sekrete, paqartësi që nuk mund t'i zgjidhni vetëm me logjik. Mesazhi i kartës Flow është t'i lejoni këto procese të lëvizin, të mos nxitoni në përfundime, të mos i trembeni mjegullës emocionale e kam fjalën, por ta dëgjoni veten derisa e vërteta të qartësohet vetë. Për sa i përket dashurisë, faqa e kupës ju sjell një val romance të ëmbël, e pafajshme, flirte, mesazhe, ftesa, gjeste të vogla dashurie që zbusin zemrën dhe ju bëjnë lozonjare. Megjithatë, hëna ju kujton se nën këtë butësi mund të fshihen dyshime, ndjenja të pathëna, ndaj këshilla është të mos dramatizoni, por të vëzhgoni, të flisni me qetësi dhe t'i besoni intuitës më shumë se paranojës. Ndërsa në punë këshillohet që sipas kartave duhet të jeni udhëheqës i qetë që ndërton struktura të forta dhe që i mbështet vendimet tek intuita, jo tek frika dhe kontrolli i tepruar. Tani, nga ana intuitive, unë do thoja që në qershor me perandorin
perandori mund të jetë kushdo, mund të përfaqësoj një person nga e kaluara, një ish, një baba, një daj, një teze, një hall, një prind, një vlla, një motër, mund të përfaqësoj një person domethënë në jetën tuaj që unë po e ndjej fort që ky person vjen me një kërkesë të butë për falje, por ju mund të jeni të pasigurt. Kështu që unë do thoja t'i lini gjërat që të rrjedhin vetë dhe të zbulohen vetë. Ky perandori më duket me ndjenja të sinqerta, siç thash mund të jetë një familjar ose një partner juaj, këtë e dini ju më mirë, por që duket se ka pendes, e ndjej këtë që ka pendes dhe vjen me atë faqen e kupave. Ajo është faqja e kupave tregon emocione të pafajshme, të pastra, të çiltra, po gjithashtu tregon edhe si kur ai është pak i turpshëm, pak i ndrojtur, edhe kaq ndjej nga ana intuitive, e ndjej thellë për këtë perandori. Siç thash, mund të jetë një familjar i juaj ose një person që ju e keni në mendje, ju e dini më mirë. Megjithatë, largohemi nga muaji qershor dhe shkojmë në muajin korrik, ku kemi 5 kupat, asin e shpatave, 10 kupat dhe intuita. Çfarë thot muaji korrik? Muaji korrik për shigjetarin është muaji i kthesës nga dhimbja tek rikthimi i ngrohtësisë, ku zemra mëson të mos jetoj më në të shkuarën, por në atë që po ndërtohet tani. Në dashuri, 5 të kupave flet për plagë të vjetra, por mesazhi është të mos mbeteni peng i asaj që nuk funksionoi, sepse 10 të kupave premton një fazë më të butë dhe më të mbushur me dashuri, ku dashuria është e pastër, afrimet janë të sinqerta, ka paqe familjare dhe mundësi për të krijuar një shtëpi emocionale ku ndiheni të sigurt dhe të pranuar ashtu si duhet të jeni. Për punën, korriku ju jep një ide ose bisedë shumë të qartë pas një shkrimimi që keni kaluar dhe ju ndihmon të shporrni ato që nuk funksionoi dhe të ndërtoni plane më të mençura. Tani kalojmë tek muaji gusht, ku kemi karta qendrore 10 shpatat, faqja e monedhave në të kundërt, hierofanti dhe frustrimi. Çfarë thon këto karta për muajin gusht? Gushti është një stop i detyruar, do të thoja, ku trupi dhe mendja thon mjaft. Por pikërisht aty fillon edhe kthesa drejt një rruge më të zgjuar, më të mençur. 10 të shpatave tregon lodhje ekstreme dhe ndjesinë se nuk mund ta shtyni më një situatë. Jeni në fund të një cikli dhe kjo pikë e ulët ju tregon se rruga më pas është vetëm ngjitje. Dhe karta frustrim e thekson garxhin, por edhe ju tregon se kjo blokadë po ju detyron të kërkoni një shteg ku të mos vetë sakrifikoheni kaq shumë. Për sa i përket dashurisë, 10 të shpatave mund të shënojë kulmin e një konflikti ose zhgënjimi ku një dinamik e lodhshme nuk mund të vazhdojë më. Kjo mundson hapësirë për të mos pranuar më skenar ku ndiheni të tradhtuar dhe të raskapitur. Hierofanti vë theksin te angazhimi dhe vlerat, marrëdhëniet që respektojnë parimet dhe seriozitetin mund të përforcohen, ndërsa ato që nuk i përmbahen këtij standardi rrezikojnë të mbyllen përfundimisht. Për sa i përket punës, gushti thotë që ndaloni, të pranoni se jeni lodhur dhe të rindërtoni gjithçka me shumë disiplinë, organizim dhe mësim nga një figurë udhëzuese siç është hierofanti. Kalojmë në muajin shtator. Në muajin shtator kemi karrocën, 8 monedhat, mbretëresha e kupave dhe karta Prism Oracle, sukses. Në shtator ju jeni në timon, energjia e karrocës tregon se në shtator mund të çani përpara, të kapërceni pengesa dhe të arrini një objektiv konkret, duke ndjerë qartë se po drejtoni vetë jetën tuaj.
dhe e mbështet fort karta sukses e Prishëm Oracle, që thekson se mundi që keni bërë më herët po jep fryt. Ky është muaj trofesh dhe vlerësimi. Për sa i përket dashurisë, mendoj se mbretëresha e kupave ju mbështjell me butësi dhe intuit, edhe marrëdhëniet thellohen përmes empatisë, dëgjimit të ndjenjave dhe përkujdesjes. Kombinimi i karrocës dhe mbretëreshës së kupave ju mëson të merrni vendime sentimentale me zemër të hapur, po pa humbur drejtimin. Edhe kartat këshillojnë ta dëgjoni ndjeshmërinë tuaj dhe ta drejtoni me guxim atë karrocën tuaj, por mbajeni shpirtin të butë dhe të ushqyer që mos të digjeni në mes të rrugës. Ndërsa në punë do të shpërbleheni për angazhimin ku keni derdhur energji dhe rezultatet e qarta do t'ju afrojnë me qëllimin tuaj. Kalojmë te muaji tetor. Në tetor kemi kartë qendrore drejtësinë, kemi mbretin e shpatave, mbretëreshën e shpatave dhe strength, kolona ose forca. Tetor. Në tetor jeni të thirrur të balanconi peshoren, të shihni faktet, të pranoni pasojat e zgjedhjeve tuaja dhe të veproni në përputhje me parimet, jo me impulsin. Për ata që presin vendime gjyqësore, unë do thoja që do të korrin atë që kanë mbjell. Sa më shumë të qëndroni në të vërtetën tuaj, pa mashtruar veten apo të tjerët, aq më shumë do t'ju përqafojë drejtësia. Për sa i përket dashurisë, energjia e mbretit dhe mbretëreshës së shpatave sjell biseda të drejtë për drejta, që janë të ashpra, ndonjëherë mund të jenë edhe brutale, sepse lojrat, justifikimet dhe rregullat emocionale nuk kanë më vend. Pikërisht në tetor është koha për të thënë atë që mendoni vërtet realisht, për të vendosur kufit e qartë dhe për të lejuar vetëm marrëdhënie ku respektohen vlerat. Për sa i përket punës, tetori është muaj ku strategjia dhe ndershmëria shpërblehen. Ndaj merrni vendime të ftohta, jo impulsive në tetor. Kalojmë te muaji nëntor, ku kemi 2 kupat, drejtësia, 8 shkopinjt dhe refuzimi. Çfarë nuk kuptojnë këto karta për muajin nëntor? Do ta nis me 2 kupat, që në dashuri flet për atraksion reciprok, pajtim dhe rritje intimiteti. Një lidhje mund të thellohet ose mund të shfaqet një njohje shumë premtuese. Justice, drejtësia në sfond, tregon se çdo marrëdhënie matet me peshoren e drejtësisë, edhe raportet ku nuk respektohen kufit dhe vlerat, ato priten. Pra, ndërsa marrëdhëniet e shëndosha, ato formalizohen. Dhe refuzimi, rejection, ju kujton se çdo refuzim është filtr mbrojtës. Pra, largon atë që nuk është për ju, që të afrohet ajo që rezonon me të vërtetën tuaj. Pranoni ritmin e shpejtë të muajit, mos u kapni pas asaj që nuk ju zgjedh, dhe investoni zemrën vetëm në njerëz e projekte ku ndjeni vërtet respekt, barazi dhe dashuri. Për sa i përket punës, nëntori favorizon bashkëpunimet e drejta dhe vendimet e shpejta, ndaj zgjidhni ato me kujdes dhe me kë bashkëpunoni. Kalojmë tek muaji dhjetor. Në dhjetor, kartë qendrore kemi 4 monedat, bota, 5 monedat dhe ndriçimi. Çfarë thon këto karta? Këto karta për dhjetorin thonë se është një muaj ku ju mbyllni një kapitull në mënyrë shumë të zgjuar, pasi e shihni qartë ku jeni kapur nga frika e mungesës dhe e çelni dritën e lirisë. Për sa i përket dashurisë me 4 monedat, nxjerr në pa xhelozin, kapjen pas dikujt me frikë
se mos e humbisni. Rreziku është të mbylleni aq shumë sa të mos lejoni që ndjenjat të rrjedhin lirshëm. 5 monedat tregon momente vetmie ose moskuptimi, por në kombinim me botën sjell mësimin që të dilni nga narrativa dhe të kërkoni mbështetje atje ku ka ngrohtësi reale, jo atje ku ka siguri të rreme. Për sa i përket punës, këshillohet të mbyllni me krenari një kapitull pune, duke e kthyer gjithë përvojën në strategji për suksesin që po vjen. Dhe karta orakull ndriçimi ju tregon se pavarësisht të ankthit, brenda jush po ndizet një dritë kuptimi, po kuptoni më mirë raportin tuaj me paratë, vlerën personale dhe sigurinë. Prandaj, mos lejoni që frika e mungesës ta mbulojë këtë dritë, pranoni mbylljet dhe faleni versionin e vjetër të vetes suaj. Muaj më sfidus në punë dhe në dashuri, unë do veçoja muajin gusht, sepse tregon lodhje emocionale, zhgënjim, raskapitje, apo edhe mbyllje cikli në një marrëdhënie. Muaji më i mirë për punë duket shtatori me karrocën, 8 monedat dhe suksesin e Prism Oracle, që flasin për përparim të fortë, rritje dhe stabilitet financiar. Muaji më i mirë për dashurinë duket muaji nëntor me 2 kupat. Unë ju uroj gëzuar festat dhe paqen.